Se ka dhe një shpjegim tjetër që pse rri gjatë në pushtet. I e shumë i mirë, të du njerëzit, do partia, mund të rish gjatë pushtet. Qëse je shumë i mirë, por në një vend demokratik. Qëse rri gjatë në pushtet në Norvegji, qëse rri shumë gjatë në pushtet në Kanada, ose shumë gjatë në pushtet në Angli, patjetër që një lider i mirë, sepse ato kanë sisteme që liderin e keq heqin shpejt. Tani ne nuk kemi Angli as Norvegji. Të rish gjatë pushtet në një vend shumë të keq, do thotë që je shumë i keq. Gjatë pushtet kush rri? Rri Paul Biya në Kamerun, rri Museveni në Uganda, rrin të Mobutu Sese Seko në Zambia, pra këta rrin gjatë pushtet. Atëherë këta shëmbëllejnë me lider tipik afrikan. Në këto kushte, sistemi është i mbyllur dhe njerëzit pësojnë një lloj gërditje ndaj sistemit, edhe një lloj lodhje, përpiqen të gjejnë valvula shkarkimi, ku diun, jo emigracioni, gjëra të tjera, e me radhë, pra është një lloj kompleks, një lloj kompleksiteti, arsyeja e përgjithshme pse ne nuk dalim protestë në mënyrë masive kundër këtij zullumit të madh të qeverisë.